Shikues të nderuar, mirë mbrëma, jemi në studio për të nxjerrë në pa talentin e estradës në rast se ju ik pa vënë re. Me mua në studion ekspertët e estradës. Mirë mbrëma. Mirë. Sot do të flasim për Feron, si fenomen, si rrymë, si etap, pra dikush po e cilëson edhe si etapa e Feros. Para se të filloj do doja të mbanim 1 minutë heshtje për artistin e madh, jo për gjë tjetër, po për rrehin ku penzojnë. Ju faleminderit. Çfarë është Fero? Po me sa di unë është një kompani by Fero Products në Nigeri, kompani madhësh. Dhe njëkohësisht është edhe një kompani tjetër belge, e cila merret me furnizimin me pelet, kamina, aksesorë të llojit të tillë, si edhe po ashtu është artisti i madh, Feronikeli i madh, apo për ndryshe i quajtur Fero. Si është pritur nga Akademia e Shkencave të Kosovës? Po Fero është një artist i cili 90% të kohës e kalon duke lexuar, duke medituar, duke u thelluar në shkrimet e ndryshme, duke bërë hulumtime shkencore, duke kërkuar qëllimin e ekzistencës së superqenjes, pra njeriut. Kur përmendim Feron, ne automatikisht do t'i japim hapësirë vetit që të mendojmë pse jo edhe për Nietzschen, Spinozën, po pse jo edhe për Vetrumin. Pra, Fero mund të themi lirisht se është thellësia e ndritur e dijes. Pra, në një intervistë e cilën ne si Akademi e kemi analizuar, në një intervistë vetë Feros, kemi anë përfundim që Feroa... Akademi, do na më ndërprej. Por, me të vetë sinqerisht. Por zotin të kush po kryni? Në që kuptim? O, metafore ka. Dhe me kje ka folë si me koni dragum. Pra, kemi anë përfundim që Feroa është një njeri që nuk t'jep as një mundësi ose nuk t'jep vegës ku t'i kapesh. Nëse është e mundshme, do ta kishim dëgju pak intervistën nëse regjia na mundson këtë. Se këshë me përshkru ti këtë këngë të fundit? Jo mënu, se zakonisht çdo muzikë që e kom lansu, jo mënu të na dytën muzikë me vazhdu kontinuin e muzikës të para, më kupton? Pra, artisti nuk thot kënga ime, po thot muzika ime. Dhe thot, e kemi marrë dhe si citat, jam mundu ta vazhdoj kontinuin e muzikës. Pra shihet se artisti, nëse fjalë artist mund të përdoren këtë rast, sepse mendojmë se është një fjalë e vogël, por megjithatë shihet se Feroja ka krijuar një standard të ri të shprehurit. Apo jo, Mik, pajtoni? Po, pajtona, plotësisht mu veç pak po më pengon që po ma rrehin këtë djalin. Edhe kështë jenë mirë me ushtru në e sport, të pak të në sprintin me ushtru. Pse sprint? Që kjo pse sprint? Me ik se të krymë punë shumë sprinti. Po, në videot që ne kemi parë, ka dalur që Feho ka rrahur, nuk e kanë rrahur. Qëre, na mundëm me shiku vedën edhe shuajmë tani kush ka në karrej. Qa, mundet regjia? Mirë, faleminderit. Veç a jeni të e pa qësh o ka ja ly balin. Por zëdhin a jeni të e pa. Atin, qëre, kështu, në Mitrovic nuk kisha thonë me unë gatru me kërkan heq, se
është mirë njeri me bo sabër derisa del pak të ndaljet vështres. Ndaljet vështres e kënej atëherë ma bën më kamen e kënë. Mitrovicja. Mitrovicja pse? Se që ngrëpatin dajak. Jo për najsan, po jënë të mlefast, kanë gojlet veta, kanë hallet e veta, jo ata i kanë anë e jures, edhe kënej gjendje ekonomike. Pra, me një fjallë nuk kisha thonë Mitrovic. Më ka me kërkan heqë. Që është sinqeta? Veç pak, më falë. A mund është edhe këtë videon tjetër që për me po hala ma mirë. Po, mirë, faleminderit. Veç a jeni të e po qysh këta vllaznit me ngolm ja lypin ballin. Do me thonë, veç në ball, këshyr në gjahili, këshyr veç në ball, i koncentrohet me ja lyp ballin ku e kusë edhe me rejmes dë pot. Veç a jeni të e po. Nesë unë s'kam që me shtu diçka për këtë video. Mirë që e po. Unë për vete menaj që këtë djali, Fero atë shëgo emnin, menaj që është momenti dhe koha duhur me reflektu. Tash, njerëz i kanë hallet e veta, i kanë problemet e veta. Për shembull, unë kom taku njëri në shesh që s'ka dëgju kur muzik në jetën e tina. Hiq tak. Ka probleme. E ka kredin me pagu. Jo fojdja, jo gruja, jo 100 telashe i kanë njerëz. Tash po mirën edhe me këto gjana. Për shembull, kur kapen estradan me zveti, nuk është rrezik. Se dikush ja fut një grosh, dikush një shoplak, dikush adin, një shkel në të ik, edhe ka përcen. Po çka po krijohet problemi ma e madh këtu? Këtu po bëhet problem shumë i madh kur po kapet estrada me civil. Se ata nuk e kanë fokusin kushia tek ia. Ai i bret bën? Për një me e kam. Unë për veti jam i përcaktuar në disa gjana, për shembull. Me cigarxhin nuk kapna. E kam dëbo me B. Me këta që shesin gështenja në shesh, nuk kapna. A ke po, një në rrinë me mosha të të tezga, një 10-20 kusheri i ka mas tezgës, qasaj dhe silen. Kapu, po t'i resh dur të mosh. Edhe, për shembull, e kam dëbon e B mos më kap me do taksista pleq, që i kanë do Opel Ascona që edhe i kanë do msteqet hekrit, si qitk. Me ta e kam hiq, tak. Edhe në territorit Mitrovicës, që shëta edhe para folësim, i kësha propozu mos më ngus, në më thonë, që shëta, ndallet vështresë se kënej tani, moja ka dush. Kjo është si parimi jemi. Zotëri Nusret, më bëni përshtypje kur thatë a peshet që ma bajnë këta vlazën, pse vlazën? Po, garant vlaznijën, se veç vlaznija ndajnë mishin të psikur, është në pjesë të barabarta. Qashtu edhe këta e ndajshin, dhe me thonë, dajakun, një jep ke njoni një racion buksa, e pasaj këtë kjo tjetëri, edhe kjo tjetëri po ashtu, njëjtë e kështu me radhë, kështu me radhë. Po, trop është kjo, nuk dëran qash. Zotëri Gashi, jo gjatë gjithë kohës jeni indiferent, pse? Sepse, kur më patën fëtu në këtë emision, më patën thonë që kime qenë panel me 3 panelista tjerë që janë shumë profesional. Realisht, unë jam me do panelista që për mu janë lop gjalla. Mërë në qysh doni. Po, mi u kalzu drejten, ma ka kajt paren, e kom në nëshku kontratën, tash duna me palu edhe me folë. Kështu që po vazhdojmë një hera, se njëtë normale ti kisha taku besomni që i kisha shkejnë zebra. Vazhdojmë. Unë i kom nda disa pjesë tekstit, kështu që vëmendje kisha pas qef me i lizu. Sa herë më shë beq, jëm të e thy. A pe din qysh beq, a pe din qysh. Unë i thash, bere një kurv, ajo i pruni 2. Kush ka lujt këtë? Akademi? Nuk ki, do më thonë, nej. Mirë, vazhdojmë. Do më thonë, ky ka thonë, bire një kurv, ajo ja ka pru 2. Tash, ky ka prosit 2, ky ka prosit 1. Edhe ajo 2, do më thonë, po bojnë 3 apo.
Në këtë rast, unë e tisha kone e kësha denoncu fillimisht për prostitucion. Fillimisht. Po nëse, edhe fjalla kurv të bëhemi korrekt, nuk është fjallë i unë, është fjallë ruse. Edhe një artist, për ju betona që nuk i thot një femnës kurv. Vazhdoj me tekstin. Dridhe, 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 dridhe ej. Bothën e madhe ej. Bëhemi realist. Kthehemi një jetë normale. A thuhet bre ky laf? Bre, komplet lafin e nanës, fjallën e nanës ja shifra. Vëmendje, ja? Tash po dal pak për vetës. Vazhdojmë. Thot, dilerin ma të mirë thire thire. Splifin mos e moj po myte myte. A unë e tisha konë komandanti policis 24 orë. Në vëzhgim e kësha mojtë. Vazhdojmë. Njerëzit po mvesin apo të shojnë, ama unë s'po i shoj sen heq. Vesh me ba unë me të shoj, edhe nipat shurdhona kanë me të dalë beq. Të dashtën print, ku shot të shiku, ju kësha pas shefi, ju kësha apelu para fëmive, mos me më dëgju këto që apë i thëmë, është një apel. Dhe me thonë, na muzikës jena të e majtë nanën, këta komplet jënë të e qi. Ti ose ki lujt, ose të katrem në i farqeni kër e koni vogël në djep, edhe kërshit. Artisti nuk thët splifin mëte, realisht thët, po nuk e ka fjallën për splif, apo kuptan për marion. Fjallën splif e ka zëvendësu, dhe me thonë në vend fjallës liber, që i bjen liberin ledzo këtë ma nëzesh ledzama. Apo pajto është me, se unë e qëto e kom kuptu. Nuk di që ka të them, nuk... A thumë që se ka pas për libra? Kam frikë se kësaj herë jo. Le dhe inë tës, për di. Tëra telefon, Jo, mas është telefon. Faculeta, apo syzet. A u rahatot, po? Po. Mirë. Që, adin, unë e menaj që do të pinë, bre, do të pinë se piknaq. Edhe në rast se e gjenë let, mos t'ja dojnë heq. A për mu pajtu me ty, dhe më thonë sa i përket e libra. Dhe më thonë, këto është ideja që pajtona plotësisht që lexon e libra shumë artistin e fjallë. Të lutna, të kisha apelu, mos me qujtë artist. Ai nuk është artist. Artist është Van Goghu, është Jimi Hendrixi, David Bowie, Francesco Buzie. Këta janë artista. Po ta shumë e kush njerës unë i thamë këti. Pa humë bërko, kolegë, të këthejemi temes edhe pjesës ku autori flet për librat ma konkretisht. Shok të methet po hekin kilos. Këto flitet, dhe më thonë, shok të tina po lexojnë libra, s'po blenë bishka një liber, pi blenë librat me kill, i qëtë në vakë matmi që to i merë i lexën. Tjetër, veç pram pëthet I fucking 3 hertz, dhe më thonë, veç pram i kanë lexu do killa me libra, dhe më thonë s'kanë shu pe heq. Unë edhe Zapi edhe Krisi jena weirdos, dhe më thonë, ky Zapi edhe Krisi më shilen në librari edhe lexojnë i libra pa pushu. Dhe më thonë, kjo është paka shumë që ka pas ndërmen autori me thonë. Shumë mirë, se që bashkë ta shumë, se unë e menuva që në atë pjesën tjetër e ka pas për libra, ama këto e pas ka pas fjallim. Faleminderit shumë mikë që më përmisove, unë e kom respekt shumë të madh për artistin, veç që po marrejnë ka pak, po qëre, ka be pozicione që njeri mbrohet kur të reshtën 12 veta daja, ka përdin. Për shembull një prej tyne është pozicioni guacës, atin i qetë durët për mi, gujt i afran të ftyra, edhe këtë që atë metet ty është më ushtri një farveni, edhe kur të rokë qizmja, ti pos elshën arin. Se nëse man arin mrena, sen nuk ta bën qizmja që të rokë, sa ta bën ari që e ki mrena, dhe më thonë të pocit keq. Kështu që une i kësha sugjeru artistit me ushtru këto pozicione, për ndryshe është i kompletu. Zotri Gashi, unë si femër po e shoh që ju pe xhelozoni Ferën, por ne nuk du të harrojmë që Fero është artisti i vetëm që puthi një moderatore shqiptare live në emision. Po ta bëj një pyetje personale. Kallëzëm ti mu, kush nuk ka puth në Shqipni? Gjema një njeri që i ka ra puna nej,
që nuk o nalë mi ashti dikujt guhën dembro. Ha? Mos më fëllni, së mos për emisione. Ata janë gjendje për një rrugë. Zdia e keni po. I marrin, i veshin femnat me fustana, edhe i shtin musafirët. Janë detyru me hangër përmi trupin e tyneve. Bile e kësha lutë regjin, kom pa me naj tregu disa foto të njonin prej x emisioneve qëte. Ja shikojeni. Apo e shef? Më thoni kanë shti njerëzit, musafirët me hangër përmi trupin, kjo i bjenë si kur lopa, kur dënë më therë, a ke po që i shtrin lopën? Njëjtë është. Të lutë në mësë më fëni, që pja dhe japë një shambër shumë tjeshtë. A keni po, se cili e ka një budal, ka mahalla, ka lagja, ka qyteti, ose... A ke po, gjithë mund, që ati budalës, këshirë mësë mi full, ik, ose bashkë kështë jetë u bo diçka, të marna e qelsa diçka, kur shkon shpe, njëjtin budal, është e të dhonë mendim 2 orë live në emision Shqipni. Kash. Jo, Shqipëria ka sjell standard 3 televizion. Dhe falë Shqipërisë edhe programacionin në Kosovë, veç sa ka arrit një ngritje të nivelit. Nuk po pajtuna, ata neve nuk na shinë rosheq. Që të po të kalzaj, ata vetëmin transmitim e bojnë, kur vjen e dirama këne që lumotit, qas. Ej, kur për thamën e që këj njeri është i pagun për i Greqis, ju po që ditni, po thuni ju. A në rejqe për zhunde? Kërë francez është aj, nuk ndrejqet. Mirë. Veç mos u largoni nga tema, ju kisha lutë. Cila temë, fjallë? Për cilin temë jemi të folë? Unë të tonë jetën, lexoj literaturë mirë fillt, edhe ju më detyroni me folë për fenomenin Ferro. Ju lutëm, nuk ka kuptim. E në pikrisht në qatë literaturë që te e lexon zëdni, dhe më thonë, mund është me gjithë dika emnin e Ferros. Unë dje takova këtë Sinan Hoxhen. Sinan Hoxhen. Një panajrët libri, diçka, njëre pa shumë hupi prej syve, vishkur më preku në kra. Hop, u ktheva, nuk e pa shumë kish dalë kënej, po kur jëm këthyje, kom rrok me brëll hunve. Nese, kalja e farpjese, po më peqej që diskutum, edhe tha, a e ke po, tha, që ka qenë raporti mes Konicës edhe Nolit. Do më ta kthejmë kohë të sodit, Ramushi Hashimi, kanë qëllime ndryshme, kanë ambicjet ndryshme, po për që të venë punojnë. Unë pëqej shumë që ka tha. Mos konë nëjë Sinan tjetër? Ja, Sinan Hoxha vetë. E njone. Zdi burë, dhe ishe me të puthë në balë. Më është edhe më bëthë më puthë. Ditën e mire. Që shka thonë, aj, Dante Alighieri, kush e len lojen, ja dhif qeni gojen. A e bukur kjo me Dante. Jo më se ka thonë, një zvish pota që fëmja plasë zemën. A më dole të pe qefi tash. A më hanë bëthë, fartë. Ti qka përmështu? Ja. Atëherë, shikues të dashur, ju faleminderit, shihemi javën tjetër. Ai che pascio